Unë sot kam kënaqësinë të kem të ftuar famulitarin dhe përgjegjësin për dialog ndërfetar për Kishën Katolike, Don Mikel Sopin. Përshëndetje. Përshëndetje për ju. Mirë erdhët, kënaqësi t'ju pres. Gëzuar Krishtlindjet. Faleminderit shumë. I lutem. Kënaqësi t'ju kemi këtu në këtë pasditë, ky është vendi për ju. Faleminderit. Atojoni, shumë kënaqësi t'ju kemi në këtë pasditë të veçantë, ku neve, po thoja dhe shikuesve, kemi përgatitur një pasditë, një edicion të veçantë enkas për Krishtlindjet. Kjo ditë ju gjen juve me më shumë punë apo festë, apo të dyja bashkë? Faleminderit për ftesën, gëzuar për ata që festojnë. Kuptuat se për festa, gratë dhe ne prita që jemi në profesion, atëre jemi pak ma shumë të ngarkuar me punë, por është një punë, po gratë për festa kanë punë pak ma shumë. Po të ndihmoni burrat më shumë nga kuzhina, nuk do kishim vetë. Në gjithë ata gratë kanë një rash delikate sa duhen vetë i bëjnë shumicën e punimeve. Tu keni të drejtë, kënaqësi edhe një herë. Po thonit, ju ndërpreva? Po, faleminderit, jemi në atmosferë në ditën e festës dhe kuptohet se çdo vit ne kujtojmë këto festa si ngjarje historike, i kujtojmë si ngjarje të paralajmëruara dhe mbi të gjitha i kujtojmë si ngjarje që kanë një mesazh për neve sot. Personalisht, sa shpesh ose në cilat prej Krishtlindjeve ktheheni kështu në kohë dhe bëheni më shumë nostalgjik për Krishtlindjet e juaja si fëmijë, si adoleshent, të kthej pak në pak vite më përpara, jo shumë. Po vërtet, Krishtlindja është fest kryesisht familjare, ka një thekst shto familjar, ma shumë se nështë gjitha festat tjera. Përdoret edhe në përëndim një shprej italianët e përdorin ato Il Natale con i tuoi e la Pasqua con chi vuoi, që i bjen në gjuhën tonë se Krishtlindja festohet vetëm në ambientin familjar, kurse Pashkët dhe festat tjera mund t'i festosh edhe jashtë vendit apo me dikant tjetër. Kto që është një thekst i fuqishëm familjar dhe kuptohet ushqet sidomos në rrethonat të cilat po jetojmë, familjet pak kanë kohë që të qëndrojnë së bashku dhe është një moment i mirë, i duhur, që të ushqet ajo ndjesia familjare, dashuria, kujdesi për një tjetrin më i madh. Edhe kryesisht mirën temat që nështë në kohën e sotit shumë shtirë për gjendet kohët të bisedojnë së bashku. Shumë vërtet. Konsideroni që nga viti në vit po arrihet të përcillet sa më shumë mesazhi i Krishtlindjeve, thirrja për dashuri, për harmoni mes njerëzve, apo duhet akoma punë? Gjithsesi, për fat keq për pranë gjitha këtine zbukurimeve që bënë, kryesisht për gjitha festat, nështë për të festat fund vitit pak ma shumë, por me gjitha dhe ne duhet mundume që mos bënë festat vetëm një manifestim i konsumit që merë një kohje tjetër dhe pikrisht festa Krishtlindjes është një ftesë që të kthejnë, ndoshta në vetë veti, të analizojmë njerëzorën ma shumë, të mundomi të ndoshta t'jemi ma të kujdesshëm në raporte me të afërmit tonë, me ta njatë që jetojmë dhe do me thonë, ky dimension ndoshta është një ftesë në këtë rrafsh të kremtimit të festës që t'ju kujtojmë ndoshta të vetmuarit, të smuarit që kanë nevojë, ndoshta jo vetëm në aspektin material, se edhe këtu po bën shumë pompozitet, ndihma, ne ndajmë edhe ndihmat, po ato ndihma duhet na kujtojnë që t'jemi edhe ata që do të dhurojmë edhe diçka tjetër për te ndihmave materiale. Gjitha për këto janë, e mendoj, aktualiteti i kremtimit të festës Krishtlindjes dhe festave tjera duhet që ta prekin është realitetin tonë, mbi gjitha t'i prekin zemrat tona, që t'jemi ma dashur, ma të kujdesshëm, ma të frytshëm, ma të mirë për njëri tjetrin. Çka duhet të na kujtoj kjo ditë? Çka duhet të na kujtoj lindja e Krishtit, ose për të qenë edhe për shikuesit t'i hym pak një lloj historie të përmbledhëse të nevojshme për këtë ditë? Po fillojnë nga eksperienca personale, se për mu jam disa parime paradigm që nuk ndryshojnë. Unë Jezusi kur nuk as nuk e përdori, as nuk kërkoj as dhunë, as mashtrime, përkundrazi është e parimi çka nuk dëshiron të bëjnë dikush ty mos bën të tjerëve, apo anasjeltas ata që ti dëshiron të bëjnë dikush
bëni edhe ju tjerve, ndërkaq nëse fokusohemi vetëm në mesazhin e Krishtlindjes, mua më flet shumë roli i mbretërve, që shkuajnë, domethënë janë kërkim të vërtetës. Dhe kjo është, thonë që fjala e Zotit nuk është diçka përmbyllur, por që mbetet e hapur edhe për ne sot. Të kërkohet e vërteta, të nderohet e vërteta dhe ballafaqimi, takimi me të vërtetën ata ndryshojnë, domethënë ndryshojnë çastin ndaj jetës, ndryshojnë kthimin, rrugën drejt kthimit në shtëpi, domethënë nuk janë të njëjtë, sepse e kanë takuar të vërtetën, e vërteta që i shtyn, të jenë të kujdesshëm, kjo nuk do të thotë që të jenë të frikshëm, nuk do të thotë që të jenë jo të sinqert, por me guxim ballafaqohet me të vërtetën, që do të thotë se nuk bashkëpunojnë me të keqen, e refuzojnë ofertat marramendse të mbretërve të kohët që janë rrezikuese, është paralajmëruese lindja e mbretit, ka pas ata që kanë ndjer veten të rrezikuar dhe mbretërit e lartë që vini, sjellin dhurata dhe kthehen në rrugë tjetër, nuk bashkëpunojnë, refuzojnë të keqen. Kishim e thonë të vjoshjet e korrupsionit, pasurive të rreshme, të autoritetit, kësaj bote, ata i refuzojnë gjitha këto pasi të atakojnë vërtetën. Mendoj që kjo është një ftesë e fuqishme, spaku për ata që besojnë dhe mendoj madje është një vlerë universale që na shërben gjithë dhe mira, që t'jemi të kujdesshëm ndaj të keqes dhe unë mendoj që këto është bërthama që aq aktuale edhe për ditët tona që për fat keq na shta këtu pe kalojmë çat ditë në atmosferë festive gjitha, por pa i prekur zemrat dhe ndjenjat pozitive të njerëzve. A ka ndonjë teori, Don Mikael, që flitet për Krishtlindjet dhe konsideroni se është pra e gabuar, duhet përgënjeshtruar në ditë si kjo edhe pse jo mund të jetë krijuar ndonjë mit i paqen? Nuk ka dyshime asë në sferën shkencore as historike që ka dyshime se nuk ka lind, nuk ka jetuar Krishti, ato si e njohim parime. Kuptohet se elementi njerëzor mund të ketë gjitha relishime, sikur se ne feja nuk unë përuar, sikur se ne nëse i besoj për shembull një versionit fjallës Zotit apo të Biblës, gjitha kjo nuk mund t'i shka një prunë që e kam gjepë dhe duhet të moj për vitë. Po kjo është një sfide përhershme që duhet mund t'jetë elementi njerëzor, mund t'kenë fut në shtë elemente që kanë qenë edhe përpara, po kjo nuk e zbej as pak realitetin, faktin e lindjes edhe të mesazhit porositë që ka për njeriu në vullnet mirë. Mandje fjalla Zotit nuk vjen si imponim, vjen thjeshtësi, ata që janë thjeshtësi e dëgjojnë edhe thjeshtësi i drejton, më thonën, për përgjithësitë e tyre që mund t'i kenë për të mirën e gjithëve, jo vetëm për një rreth ngushtë. Falet më herët një përshkrim se si njerëzit duhet në këtë ditë jo veç ta bëjnë sa për kurtuazi, atë lutjen dhe tryezën, por a konsideroni që viteve të fundit mund t'jenë bërë pak Krishtlindjet si një tip feste më komerciale, më me shumë drita, më me shumë për të tërhequr, më shumë gjëra nga ana materiale se sa të shpirtërore. Pikërisht, shumë e ven absolut jënë edhe këto fenomeni, bëtëm janë edhe këto shprehje. Jemi prekur edhe ne, apo veç bota, andej? Jemi prekur edhe ne si shqiptar, apo... Gjithsesi, drita si to që ta marrëm, edhe si fenomen fizik, po aq ma tepër si mesazh shpirtëror është mos e nevojshme, por që të kalohet komplet me një sferë tjetër, nuk e shoh arsyeshme, mendoj që është komplet Kur mendon që kalohet gabueshme, në cilat po të panë shpenzime të panevojshme, të ndryqime edhe në për ambientet tona të kishtarë, unë mendoj që gjithsesi është mirë të kujtohet, gjitha, por të bëhet një lloj garimi në këtë drejtim, nuk mendoj që është mirë dhe nuk është mesazhi Krishtlindjes. Kjo parasysh se është shumë e qartë se fjala e Zotit na është drejtuar në thjeshtësi ekstreme dhe kjo na bën të mendojmë pak më thellë për mesazhin e saj dhe kuptuot, nuk jam kundër nëse dikush e gjen veten aty, ne i përgëzojmë, por mendojnë nga pikpamja ime, mendoj se është tepruar edhe keni drejt kjo, që të bëhet gjithsesi një dekorim, një zbukurim, ajo është një shprehje që del nga vullneti i mbrëmshëm, por që të kalohet me një lloj garimi në këtë drejtim, mendoj që është krejt jashtë vendit. Ju ka bërë kjo që shpesh herë mbase tu thoni jo ftesave,
për të qenë pjesë e organizimeve që mund të jenë dukur të tepruara, pra të kapërcyera nga ky limiti që po flasim? Por në mendoj se ne shqiptarë duhet kemi mja vlera që t'i kujtojmë mënyra tjera. Ne kemi pas për shembull tradita jonë një pa marrë parasysh bindjeve fetare, në me një shtëpi, me një familje kena festu bashkë festat. T'japëm ndoshta ma shumë rëndësi raporteve ndërnjerëzore, ndërvllazërore. T'jemi afër ata që ka nevojë për ne, t'jemi ma bashkëpunues me ata që mendojmë që janë pak ma largë, t'jemi pak ma të kujdesshëm ndoshta në raporte që unë mendoj që është një fushë veprimi aq e madhe sa po ndoket janë shumë më thonë një punë shumë periferike që të bëhat epicendër e manifestimit të festave. Nuk e di sa do të keni kohë të kujtoheni, por dua të di cilat janë krishtlindjet që nuk do t'i harrosh asnjëherë dhe për çfarë arsye. A ka ndonjë më të veçantë për ju? Po. Sigurisht se janë përjetime që nuk harrohen, është si një fuqi e mrenshme që vjen, është vështirë është të artikulohet, të prezentohet me fjalë. Kuptohet pikërisht ata që edhe folëm deri tani, mendoj se është e ndjesia kujdesi prindor, që është ne merrnim dhuratat, ato dhurata ishin vërtet diçka shumë veçmore që e përjetoj që për te ati gëzimit material, në robët e reja, po kështë prindin apo nënte atërë dhe kuptohet kishte mundësia dhe trashëgimi familjare, gjitha, por me gjitha asnjëherë nuk i kemë harru të nevojshmit, ata që i kishim afër, dhe ishte vërtet një gëzim shumë i papërshkruar që mbartë edhe sot, më thonë e gëzimi kur shkojshim familjarisht, apo vini njerëzit, apo dhe më thonë aje disbalansimi ashta ekonomik që ka qenë atëherë, e përjetonim pikërisht në raport që kur ndihmonim dikant tjetër dhe ndanim gëzimin së bashku. Edhe mendoj duhet gjendën edhe sot ato forma, kuptuat sot jetojmë në rrethona tjera, ne nuk mund t'i kopjojmë gjërat që i kemi përjetuar disa dekada ma herët, por gjithsesi mendoj që ka hapësirë ku kremtimi, manifestimi, forma, festës tjetë ma prekse, ma frytdhënëse për ata që ka nevojë. A ka ndonjë pyetje që çdo krishtlindje i bëni vetes dhe konsideroni që gjithë secili njeri duhet ta bëj, pra ta gjej momentin me vetën e tij edhe t'i bëj një pyetje të caktuar? Sheni tash për një disa çështje dhe filozofike që sigurisht se tash për festa ne nuk është ky synim, por gjithsesi se netra si fjalë Zotit që e marrim është një sfidë e përhershme. Manë si sfidë në rrethonat të cilat jeton. Dhe këto është aktualiteti, përmbajtja, synimi mbetet gjithherë i njëjtë, ndërsa format ndrojnë, nga se po ndrojnë edhe rrethonat e jetës, rrethonat e kohës. Thjesht sfidat janë, do të thonë është një jetë mjaft dinamike, sfidat ndryshojnë, por qëllimi mbetet i njëjtë dhe këto mendoj se gjithherë është kjo festë aktuale, se gjithherë nuk është vetëm këtë ditë, nuk është vetëm këto ditë festas që kujtojmë, po faktikisht na pak ma drejt për drejt në është fuqizumi në ato ideale, por që vazhdojnë, dhe më thonë, edhe pas festave t'jemi pak ma bashkëpunus, ma të dashur, ma të afër me ata njerëz, dhe Ana Tereza ka një shprehje shumë të mirë, thotë mos lejoni që njerëzit që ti takoni të shkojnë ma pak me vullnet, ma pak gëzim të mrenshëm se sa kur të ndahet nga ju. Në mendoj që është një lajt motiv nështë i gjithë neve, gjithë njeriut vullnet mirë, që të bëjmë sidomos ne që e kujtojmë një të kalume, brezat e tërë që e ka nëndru një situatë t'ilë dhe mendoj që duhet kjo të nëndimoj t'jemi edhe ma të nërgjetëshëm, ma të dashur, ma të mirë e ma të frytshëm për një tjetër. Duke qenë famultar në Kishën Katolike, si është ndjesia përgatitjes së ceremonisë? Kam për herë kurreshtje dhe gjithmonë i them vetes do të shkoj në një nga vitet e mesnatës, po akoma se kam bo. Në fakt, është festë që ka punë pak ma shumë.
që po janë punë që i bëjmë me shumë qef, janë ekipet e ndryshme që punojnë nga dekorime deri te përgatitjet e tjera shpirtërore, që secili merr atë riskun e vet dhe e bojnë me shumë kënaqësi. Domethënë është mirë që shpesh edhe unë i vëzhgoj kështu, ndoshta nga një kanë tjetër, i shoh se me sa vullnet, sa përkushtim, domethënë veprojnë dhe bëjnë çdo lëvizje tyne, kështu që mendoj edhe kjo në pjesë e festës, e një ushqimit të mbrëmshëm shpirtëror. Jeni befasuar ndonjëherë me prezencën e më shumë njerëzve se sa që kishit kapacitet për t'i pritur? Të them të drejtën, shumë për i prekni gjitha pikat, po ka shumë befasira të këndshme që kam pasur. Këto në Kosovë kryesisht, kam jetu në kohë gjatë dhe jashtë, po këto në Kosovë tani kryesisht jam shtë mes Prishtinës dhe Ferizajt. Qytetet shumë të hapura, njerëz të mirë, njerëz që dinë të vlerësojnë, të respektojnë për gjitha mikun dhe shokët. Këtë rritim kam pas befasira të viteve të fundit që kam pa njerëz që nuk i kam pritur, i kam pa për fest për një herë më kanë dalë dhe vërtet ishte një gëzim shumë i mirë, unë ndjeva mirë, ishte shenjë respekti, domethënë njerëz që thjesht i takojnë i besimi tjetër, apo nuk po kalojnë çfarë, po thjesht që nuk i kemi në festat e rëndomta, që për një herë i gjeta domethënë familjarisht pranishëm dhe ishte një ndjesi shumë e mirë, një vërtet që krijon një atmosferë, një disponim të shumë mirë. Kjo fundja, kjo është edhe ideja e festës, jo veç kësaj, po çdo ditë që duhet na udhëheq, që jemi të bashkuar edhe të shpërndajmë sa më shumë dashuri edhe mirësi. Do t'ja për fund, duke të falendëruar shumë për kohën edhe prezencën sot, një fjalë të fundit, një urim besoj për të gjithë ata që po na shohin. Po. Se për i falendro ju për një bisedë, ka është mirë, prekt shumë gjëra. Unë mendoj që e vërteta duhet jetë synimi gjithve. Edhe i fetarve, edhe i politikanve, edhe ekonomistve, shkencëtarve, nuk duhet kemi frikë nga vërteta. Ne jemi udhëtar faktikisht dhe në gjatë udhëtimit të munduemi që ta zgjedhim rrugën më të mirë, më drejt, më të shkurt për me mërrit të qëllimi ku jemi nisë dhe unë mendoj që gjithë ky vrull, ky potencial që ka populli jonë, sidomos rinia jonë, mos bimi prej interesave dikujt tjetër, po ta ruajmë veten. Ka gjëra që kanë një çmim, blejmë një ujë një herë apo dy, po ka gjëra që nuk shitet, që duhet ta ruajmë atë identitetin e mbrëmshëm si njerëz që kemi pak ma dashur duke filluar nga xhiri familjar për prindërit, por edhe me gjithë ata që na lidh jeta. Faleminderit edhe një herë për kohën. Faleminderit, respekt edhe për ju. Miq, do të kthehemi në pjesë të dytë pas pak, vazhdojmë edhe në pjesën e dytë me këtë frymën festive, por për momentin do të shkëputemi për marketingun.